Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakojmë sërish së bashku, do të rikthehemi edhe një herë tek storia që në fakt e përfola pak më herët mes Klodianit e Elionës, luftës mes tyre të hapur që në fakt po përflitet në Medien Roz. Klodiani ka folur në TikTok edhe ka treguar që është hakuar përsëri, Instagrami. Tani gjatë gjithë komunikimit publik që Klodi ka bërë, Klodi nuk ka akuzuar as Elionën, por nuk ka akuzuar as edhe në këtë rast, menaxherin e Elionës për të shprehur menaxherin në formën se siç është shprehur për Klodin. Andaj, unë do t'ju kisha lutur që të dëgjoni videon dhe të kuptoni se çfarë Klodi thot. Buongiorno amici, ma kon që aktivizuar një herë Instagramin, it's suspended. Ma kanë bërë report një video që është bashkëpunim me kontrat, me gjithçka që ishte për Itali faktikisht. Po nejse, it got suspended, tash ja kam fillu edhe një herë edhe më mundu me rikupru sa ma shpejt. Shpresoj që kësaj here nuk kam e zgjatë 10 ditë. Nuk e di kush e ka ba, nuk e di pse. Besoj që ka shumë njerëz që janë pak kënaqur me jetën e tyre edhe vazhdojnë mundohen me I ba keq dikujt tjetër. Unë për vetë di që keq kujt jam mundu me I ba. Edhe për pjesën e punës nuk besoj që kam qenë problem, sepse njerëz me të cilët unë kam bashkëpunu e din sa serioz jam në punë, sa I përkushtohem kësaj pjesë, edhe sa mundohem me rujt ato që është imazhi jem. Për ndryshe shpresoj që kam qenë pak më shumë aktiv në platforma tjera, edhe ju dua.